Ajo që ka po e themi në tavolinë, është që qytetarët nuk është që e dojnë, e kanë të imponume. Pra e ka të imponume sepse duhet me marë pensionin, duhet me shku me marë barna të Serbi, duhet me ardhë me hymë punë për shkak të kësaj strukture. Edhe janë në për listat e rrogave, nuk e du shku punë. Dhe ajo që ka duhet me u paktu dhe me u konstatu është që njerëzit nuk është që ka një demokraci me vendos kam përdojnë. Dhe mesazhi tjetër i cili vjen direkt prej Kremlinit. Po, kjo që dushme Kreshnik, po qka moj me bon na si Prishtinë zyrtare, me e decentralizu pushtetin atje, edhe me qësh me thonë, na shmuj me imponu demokracinë atje. Siguran proces të drejt zgjedhor, shkput proksit të cilët financojnë dhe shantazhojnë qytetarët, ju jep njerëzve alternativa për me mujt me jetu edhe në Kosovë. A ju kemi dhonë? Jo, nuk menaj që kanë shumë alternativa për me mujt me jetu në Kosovë dhe me u zhvillu në Kosovë sërbët, e alternativa e parë që unë menaj që ata duhet me pas është me pas një media lokale, sërbe, cila ka burimet pavarura të financimit që ende nuk e kemë, pra përderisa në qeverit e kalume e ke pas një fond vogël për mediat në gjuhën sërbe, aj fond sot nuk ekziston, dhe kjo kanë nënkuptu që një pjesë e vogël e gazetarëve kritik që kanë qenë në kuadrët e komunitetit sërbë, që kanë mujtë me bo punën e vetë, nështë ta menaj fond vogël që ka ardhe prej institucionet publike të Kosovës, sot ma nuk ekzistojnë, pra është shkput edhe kjo proces, dhe më menaj që kjo është problem. Pra nëse e kemi pa zgjidhjen e problemit, pa ofru mundësi që njerëzit me u zhvillu në mënyrë të pavarur prej pjesës tjetër, menaj që kjo duhet me u trajtu. Pra, çka duhet me konstatu është që serbët në Kosovë nuk mujnë me jetu të ndamë pa e pas varfshmërinë prej Serbisë, për shkak se nuk mrin me zhvillu një ekonomi, nuk mund me zhvillu një demokraci të pavarur. E dyta, unë menoj që kemi një situatë ku njerëzit ka nis me egzageru disa veprime, për shkak të një propagande të strukturume, që çdo gjë që e ka bozot një Kurti ka qenë madhështore, dhe çdo gjë që e ka botë të tjerët në raport me veriun ka qenë keq, e gabume, e tjerë. Pra, nëse shohim dhe kthehemi në retrospektiv, operacioni i vitit 2011, ku janë vendos pikat kufitare, kur është vrarë Enver Xhyberi, është njëri prej operacioneve më të mëdha kundër krimit që ka ndodhur në veri. Për shkak se atëherë janë vendos pikat, atëherë është godit në mënyrën më tashpër banda e Zvonkës dhe banda e Radojqiqit, pastaj pjesa tjetër shkon tutje. Atëherë është godit struktura e kontrabandës me naftë që ka ardhur prej Serbisë, vetëm ka kalu tranzit dhe është kthy mrapa. Tutje, po të ishin dashur me u promovu në këtë mënyrë, e kemi pas naljen e trenit, operacion ku njësitë speciale kanë shku në pjesën e veriut, dhe operacionet të tjera, ndalimi ndërtimit të murit në urën e Mitrovicës e veriut. Po, sot, qytetarët e Kosovës nuk i shohin këtë gjona. Sot, veriu është përdor për mi fitu zgjedhjet në pjesën tjetër, dhe menaj që kjo ka qenë një politike cila opozita nuk ka mri me kundërshtu, dhe çka është shumë e rëndësi, opozita asnjëherë nuk ka ofru alternativë për veriun. Po çdo gjë që e ka mbo qeverit në raport me veriun është përkrahur prej opozitës. Pra kur nuk ka pas një alternativë tjetër. Nuk kanë dalë me vend diçka tjetër, po. Absolutisht, në momentin kur nuk ka alternativë, në momentin kur nuk ka një denoncim nëse politika është e gabuar, atë pse do zgjedhje po, pse hyn gol. Nëse s'ki alternativë.